Në këtë video do të paraqesim pak nga jeta dhe vepra e kryeministrit ton Albin Kurti. Kush është Albin Kurti? I lindur në Prishtinë me 24 mars 1975 nga një familje e arsimuar. Babai i tij është inxhinier i makinerisë në pension, ndërsa nëna e tij inxhiniere e ndërtimtarisë dhe ligjëruese. Shkollën fillore e mbaroi në Naim Frashëri në Prishtinë, duke u dalluar si një nxënës shumë i mirë. Shkollën e mesme e mbaroi në Shkollën e Mesme Teknike Nikola Tesla në Prishtinë, në drejtimin e telekomunikacionit. Në vitin 1993, u regjistrua në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike të Universitetit të Prishtinës, në degën e telekomunikacionit. Për shkak të rrethanave të okupimit serb, studentët shqiptarë zhvillonin studime në kushte të jashtëzakonshme, në sistem paralel në objekte private, sepse universiteti ishte i uzurpuar nga autoritetet serbe. Pikërisht në këtë periudhë, Kurti u angazhua në Unionin e Pavarur të Studentëve, ku më vonë u bën kryetar dhe lider i protestave të vitit 1997. Në rezistencë kundër Miloševićit në gusht të vitit 1997, Albin Kurti u kyç në Unionin e Pavarur të Studentëve të Universitetit të Prishtinës, si antar i kryesisë e më vonë si zyrtar për marrëdhënie ndërkombëtare. Kurti ka qenë gjithashtu edhe antar i Këshillit Organizativ të Protestave Paqësore dhe të padhunshme studentore për lirimin e objekteve universitare të uzurpuara me dhunë nga regjimi i Miloševićit. Ai ishte njëri ndër udhëheqësit e protestës historike studentore, më 1 tetor 1997, e cila u shtyp brutalisht nga policia e Miloševićit. Me fillimin e luftës në Kosovë, në gusht të vitit 1998, Albin Kurti filloi punën në zyrën e përfaqësuesit të përgjithshëm politik të UÇK-s, Adem Demaçit, ku shërbeu si sekretar i zyrës. Gjatë kësaj kohe ka qenë i angazhuar në gjetjen e zgjidhjes politike për krizën në Kosovë. Gjatë bombardimeve të NATO-s, ai qëndroi në Prishtinë deri më 27 prill 1999, kur policia serbe e arrestoi. Me 10 qershor, me tërheqjen e forcave serbe në Serbi, ai së bashku me të burgosurit tjerë shqiptar u transferua në burgjet serbe. Më 13 mars 2000 në burgun e Nishit, Albini u dënua me 15 vjet burg të rënd. Gjatë gjykimit, ai refuzoi të njihte legitimitetin e gjykatës duke thënë: "Ky gjyq nuk ka asgjë të përbashkët me të vërtetën dhe drejtësinë. Ky gjyq i shërben politikës ditore të regjimit të Miloševićit, që e ka mbajtur Kosovën nën okupim." Kur u dënua, ai tha: "Nuk është me rëndësi nëse më dënoni dhe sa më dënoni. Çdo gjë që kam bërë vullnetarisht dhe me dinjitet. Jam krenar për këtë, dhe po të më jepë rasti do të veproja sërish njësoj." Më 13 mars 2000, gjykata e Qarkut në Nishë shpalli fajtor për rrezikimin e integritetit territorial të Jugosllavisë dhe bashkëpunim me organizata terroriste. U dënua me 15 vite burg. Raportet ndërkombëtare dëshmojnë se procesi gjyqësor ishte i padrejtë, i mbështetur në deklarata të marra nën dhunë dhe pa mbrojtje të duhur ligjore. Si rezultat i presionit ndërkombëtar, Albin Kurti u lirua më 7 dhjetor 2001. 7 dhjetor 2001, Albin Kurti u lirua nga burgu i Nishit pas më shumë se 2 vjet e gjysmë burgosje për arsye politike. Pas lirimit, ai rifilloi studimet e ndërprera dhe u përqendrua në aktivizëm qytetar dhe politik, duke u angazhuar në organizata studentore dhe iniciativa për të drejtat e njeriut. Pas përfundimit të studimeve në telekomunikacion, Kurti u bë aktiv në lëvizje studentore dhe shoqërore, duke mbrojtur çështje si arsimi, transparenca dhe llogaridhënia e institucioneve. Ai themeloi lëvizjen vetvendosje, fillimisht si një iniciativë qytetare për vetvendosje dhe demokraci direkte, duke u bazuar në konceptin e të drejtës së popullit për të vendosur për fatin e vet. Vetvendosje ishte slogani kryesor gjatë protestave që u zhvilluan në vitin 1968 në të gjithë Kosovën, me qëllim të përparimit të drejtave kombëtare të shqiptarëve dhe forcimit të statusit politik si një entitet brenda Jugosllavisë. Më 10 shkurt 2007 në rrugët e Prishtinës, u zhvillua një demonstratë organizuar nga vetvendosje, dhe moren pjesë më shumë se 60.000 vetë.
Policët e trazirave u vendosën pasi që protestuesit, siç thuhej, kishin planifikuar ta sulmonin zyrën e qeverisë. Pas kësaj vendosjeje, policia rumune e Umikut qelluan me gaz lotësjellës dhe plumba gome në turmën që deri atëherë protestuan në mënyrë paqësore. Zyrtarët rumun të policisë së Umikut pastaj kanë qelluar drejt për drejt në fytyrën e Mombalaj, duke rezultuar vdekjen e menjëhershme të këtij civili të paarmatosur. Pas aksidentit të parë, situata dul plotësisht jashtë kontrollit dhe policia filloi të gjuajë plumba gome ndaj protestuesive, duke synuar gjithmonë kokat e tyre, e cila rezultoi me një tjetër fatkeqësi të një protestuesi, Arben Gjeladini nga plagët e marra vdes. Fundi i protestës rezultoi me 2 vdekje, 7 lëndime serioze dhe 73 lëndime të lehta. Në vend të kësaj, Albin Kurti me shokët e tij u arrestua nga policia. 2010, konsolidimi i vetëvendosjes. Albin Kurti u bë një figurë qendrore brenda vetëvendosjes, duke drejtuar debate publike dhe organizimin e aksioneve kundër qeverisë së atëhershme, për korrupsion, mungesë transparence dhe dështime në politikbërje. 12 dhjetor 2010. Lëvizja vetëvendosje vendosi për herë të parë të garojë në zgjedhjet parlamentare që u mbajtën në këtë datë. Për vetëvendosjen votuan 88.000 qytetarë të Republikës e Kosovës, apo 12%, duke i fituar 14 ulse në Parlamentin e Kosovës. 3 nëntor 2013. Lëvizja vetëvendosje garoi për herë të parë në zgjedhjet lokale të Republikës së Kosovës. Vetëvendosja arriti të hynë në balotazh në kryeqendrën e Kosovës, në Prishtinë. Në balotazh me 1 dhjetor, vetëvendosja fitoi shumicën e votave kundër Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke bërë befasinë më të madhe asaj kohe. Dhe Shpend Ahmeti u bë kryetari i Prishtinës. 28 nëntor 2015. Organizimi i madh i protestës kundër Zajednicës mblodhi shumë qytetarë në Prishtinë. Një fjalim i fuqishëm i mbajtur nga Albin Kurti do të mbahet mend shumë gjatë. Vetëvendosja ishte kundër Zajednicës, duke theksuar se Zajednica e bosnizon Kosovën. Pas proteste, Albin Kurti dhe shumë aktivistë arrestohen nga policia. 6 tetor 2019. Në zgjedhje parlamentare, lëvizja vetëvendosje doli forca e parë, duke fituar 26.3% apo 29 ulse në kuvend. Pas saj u rendit Lidhja Demokratike e Kosovës me rreth 24.5% apo 28 ulse. Pas muajsh negociatash, vetëvendosja formoi koalicion qeverisës pikërisht me Lidhjen Demokratike të Kosovës, duke bashkuar votat për të krijuar shumicën parlamentare. Më 3 shkurt 2020, udhëheqësi i saj, Albin Kurti, u zgjodh kryeministër i Kosovës. Ky ishte një moment i rëndësishëm politik, kur 2 partitë që dolën të parat në zgjedhje vendosën të qeverisin bashkë, me premtimin për reforma, luftë kundër korrupsionit dhe një drejtim të ri për vendin. Megjithatë, ky koalicion zgjati vetëm rreth 52 ditë. Marrëdhëniet mes partnerëve u tensionuan për disa arsye. Përplasjet rreth mënyrës së vazhdimit të dialogut në Serbinë, debatet për heqjen e tarifës dhe vendosjen e reciprocitetit, si dhe mosmarrveshjet për menaxhimin e situatës së pandemisë në fillim të vitit 2020. Konflikti u thellua edhe më shumë pas shkarkimit të ministrit të brendshëm Agim Veliu, veprim që Lidhja Demokratike e Kosovës e konsideroi shkelje të marrëveshjes së koalicionit. Në fund, Lidhja Demokratike e Kosovës inicioi mocion mosbesimi në kuvend dhe më 25 mars 2020 qeveria ra, duke i dhënë fund një prej qeverive më të shkurtra në historinë politike të Kosovës. Para zgjedhjeve të parakohshme parlamentare që u mbajtën me 14 shkurt 2021, Albin Kurti arriti koalicion parazgjedhor me Vjosa Osmanin. Vjosa Osmanin, e cila ditë me parë formonte listën Guzo,
pasi që u largua nga Lidhja Demokratike e Kosovës. (14 shkurt 2021) Dita që ndryshoi Kosovën. Në zgjedhjet parlamentare të mbajtura me 14 shkurt, ndodhi ajo që në Kosovë nuk kishte ndodhur më herë. Me mbi 50% të votave, lëvizja vetëvendosje udhëhequr nga Albin Kurti mori 58 ulse në kuvend, duke marrë mandatin për të formuar një qeveri të re, një fitore historike që asnjëherë nuk do të harrohet. Në këtë moment të paharrueshëm ishte edhe Vjosa Osmani, e cila, pas ndarjes nga Lidhja Demokratike e Kosovës, u bashkua në listë të përbashkët me vetëvendosjen. Me një numër rekord votash personale, ajo tregoi se Kosova kishte besuar në të njëjtën vizion: ndryshim, drejtësi dhe shpresë. Pak javë më vonë, qytetarët e Kosovës pan historinë të shkruhej me dorën e tyre. Kuvendi zgjodhi Vjosa Osmanin presidente, ndërsa Kurti u bë kryeminist. Një koalicion jo tradicional, një front i përbashkët qytetarësh dhe udhëheqësish që nuk u trembën nga sfida. Ky nuk ishte thjesht një zgjedhje. Ky ishte momenti kur vota e qytetarit ktheu shpresën në realitet, një kapitull i ri politik, një fitore e thellë dhe një mesazh të qartë: Kosova është gati për të ardhmen e saj. Në qeverisjen e tij si kryeministër i vendit Albin Kurti u përball me shumë sfida. Dialogu me Serbinë, veriu i Kosovës, presioni ndërkombëtar. Si sfida më e madhe ishte çlirimi i veriut nga kriminalet serb të prirë nga Radojčić. Tani veriu i Kosovës frymon në çdo cep, dhe policia e Kosovës ka kontrollin e plotë sikur më parë. Rritja e pagesë minimale, ngritja e pensioneve, ndihmë për nenat lehon, subvencione për fermerët e bujqit, lufta kundër korrupsionit, e bën kryeministrin Kurtin më të pëlqyerin politikan në Kosovë. Edhe pse çdo ditë kishte kundër opozitën dhe analistëve nëpër studio televizive çdo natë, punën e mirë të tij askush s'mundi ta ndalte. 28 dhjetor 2025. Në përfundim të vitit, Kosova u përball përsëri me zgjedhje parlamentare brenda një viti, pasi që me parë dështuan krijimin e qeverisë të gjitha partitë, nga rezultati i zgjedhjeve parlamentare që u mbajtën në shkurt. Të kthehemi në zgjedhjet e 28 dhjetorit, ku puna e mirë e kryeministrit Kurti u vlerësuar shumë nga qytetarët. Lëvizja vetëvendosje fitoi bindshëm, duke thyer rekord të ri me numrin e votave dhe përqindjen që mori. 487.077 qytetarë votuan për vetëvendosjen apo 51.10%. Kjo s'ka ndodhur asnjëherë në historinë e Kosovës që një parti të këtë përqindje kaq të madhe. Vetëvendosje siguroi plot 57 ulse. Ndërsa kandidati për kryeministër Albin Kurti u bë kandidati më i votuar në histori të Kosovës me 403.521 vota. Është shumë e vështirë të thyhet ky rekord. Buxheti 4 miliard euro për vitin 2026. Paga minimale nga 350 në 500 euro. Investime kapitale 1 miliard euro. Pensionet nga 120 në 500 euro. Pagë të 13 për sektorin publik. 50% rritja e shtresave për fëmijë. Të gjitha janë realizuar këto premtime. Kosova po armatoset më mjete luftarake, dhe ushtria jon është e përgatitur sikur më parë. Synimi dhe ëndra e Kosovës është antarësimi në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Kuvendi i Kosovës më 11 shkurt ka votuar për qeverinë e mandatuar nga kryeministri Albin Kurti. Qeveria e propozuar nga Kurti ka marrë 66 vota për, ndërsa 49 ishin kundër. Pas votimit për qeverinë, Kurti dhe ministrat e kabinetit të tij janë betuar në kuvend. Seanca për formimin e qeverisë është mbajtur pas seancës konstituive, ku është inauguruar legjislatura e 10 e dalë nga zgjedhjet e mbajtura më 28 dhjetor.
Kjo ishte një video e shkurtër nga jeta dhe sakrificat e Albin Kurtit, nga një student i ri, nga burgjet serbe, në sheshen e protesta, por asnjëherë duke mos u ndalur për të mirën e Kosovës. Sot si kryeministër, ku shumica e qytetarëve votuan për të, i dëshirojmë suksese dhe rrugtim të gjatë si kryeministër i vendit tonë. Për më shumë video, subscribe apo abonohu në kanalin ton në YouTube.